Jetojmë në epokën digjitale. Pra të gjithë ne kemi botën në duart tona. Pra kemi një celular, smartphone ose Apple, ku gjithë shka mund të bëhet e ditur, mund të bëhet e mundur në dorën e çdo individi shqiptar kudo ku ai ndodhet dhe ka interesa për zhvillimin e këtij vendi. Pra, ne kemi menduar një platformë digjitale e cila do të titullohet Shpenzo lekët e mia, ku çdo shpenzim publik publikohet kohë reale në çdo institucion. Njëkohësisht kemi menduar krijimin e inspektorit të llogaridhënies me mandat kushtetues për të hetuar shpenzimet, konfliktet e interesit dhe mungesën e rezultateve nga zyrtarët. Gjithashtu, bëjmë me dije se kontratat dhe tenderat publik të detyrueshëm për publikim online me mekanizmin e nevojshëm të domosdoshëm të ankimimit nga qytetarët dhe nga shoqatat jo fitimprurse, të cilat duhet të jenë më aktive, më të plota dhe më konkrete në të gjitha detyrimet që ata kanë ndaj publikut shqiptar.